kemi hapur. Rrjetet sociale. Rrjetet sociale. Dje në Hungari u ndryshua pushteti. Fides, një parti mike e jona që nga themelimi, se në fakt jemi dy partit e vetme që kemi ngel në skenën politike europiane nga ato që u themeluan në 90 si forca antikomuniste. Pas një qeverisje 16 vjeçare të Viktor Orban, në një proces zgjedhor të lirë dhe të ndershëm, fitoi po një parti e qendrës djathtë, antare në EPP, dhe Orban doli në opozit në një proces zgjedhor të lirë dhe të ndershëm. Dy gjëra po lexoja. Spari, opozita aty kishte patur mbështetjen e televizioneve më të shikuara. Dhe ky është një avantazh i madh komerciale, paktën sipas një raporti që lexova. Por kryesorja, opozita kishte dominuar në media sociale. Pra, me gjithë se kishin televizionet më të shikueshme, nuk i di se nuk e njoh ato mediat e tyre, por ata dominonin tërësisht në YouTube, në të gjitha rrjetet sociale. Tani do të jemi të hapur këtu edhe para qytetarëve. Zoti kryetar, zoti deputet, antar kryesie, koordinator e tjerë me radhë. Antari ju një thjesht don që në atë Facebookun tëmë të shoh edhe guximin tënd. Ju jemi të hapur këtu. Të flasim haptas. Çfarë ndodh? Unë ja u kam thënë dhe përpara këtë. Më çojnë mesazhe. Lexojnë statuse, s'po i përmend emrat tani se. Të disa nga demokratëve që bëjnë statuse shumë kurajoze dhe kritike ndaj qeverisë, përqendrohen dhe më çojnë mua fjalë dhe demokratë më shkruajnë mua. Pse drejtues të PD-s nuk bëjnë statuse të tilla në Facebooket e tyre, në Instagramat e tyre? Pse kryetarët e DEG nuk bëjnë të, pse ky nuk bën? Pra, shikoni. Dhe ju themi gjë. Mos e injoroni, sepse ne armikun më të egër sot për sot kemi frikën që ka arrit të ngjallë Edi Rama. Dhe detyra më kryesore jona është të vrasim frikën. Imagjinoni, të them një. Ndodh kjo. Pa një muaj, në Beograd, 3 shqiptar po shkonin në Poloni me pandeshjen, 4 shqiptar. Dhe njëri prej tyre poston në Facebook një status me flamurin me Ismail Qemalin dhe Isa Boletinin, dhe këput fjalë jo të mira për Serbin, sharje. Policia, tek dera, e merr, e arreston bashkë me shokët e tij. Dhe unë dalë në protestoj këtu në konferencë shtypi. Të nesërmen,
Klevis Balliut, në dark, i troket në derë një vajzëre. Aman, thot deputet, ma hiqa atë foton, thot, që ke postua, Klevisi, duke shpërnda fletushkat, i kishte dhënë asaj një fletushk nga thirrjet tona për protest, dhe kishte bërë një foto me te, dhe e vendos në Facebook foton. Me hiq atë foton, thot se i kanë shkuar, thot, me statusin tëm nënës në punë, edhe ma heqin nga puna. Dhe kjo identik regjime policeske tani, shiko që bëjnë. Tani çfarë duhet bëjmë ne? Ne duhet bëjmë sa më shumë, sa më aktiv në statuse dhe në gjithë çka tjetër, edhe duke bërë share njëri tjetrin, duke marrë materiale, duke postuar artikuj, duhet rrjetet tona nuk mund të jenë kur rrjetet fjetura. Nuk mund të jenë kur rrjetet fjetura. Është e pafalshme. Është absolutisht e pafalshme. Ty nuk ta jep kamerën ai të dalish. Pa ma Facebooku nuk ta ndalon dot. Tani, që t'jemi tu t'hapur, përdorimi i rrjeteve sociale do kontrollohet. Përdorni apo s'përdorni. Është detyrim. Për atë që drejton dhe ka një post, ai është detyrim. Për ndryshe, tri heshtur. Pra, do kalojmë në këtë, ne jemi një betejë të vështirë. Ne duhet përdorim çdo mjet legjitim. Ju nuk mund të imagjinoni se çfarë manipulimi bën Edi Rama 90% të mediave. Me lista që këta nuk duhet të shkelin në studio televizive. Duhet të merrin vetëm këte apo atë. Duhet të merrin dhe këte që ta diskreditoni dhe ta denigroni në studio. Këto janë reale, absolute. Sepse në studio dhe kudo ka gazetar të ndershëm, gazetar të cilët neveritën me qëndrimet e drejtuesve të tyre. Por, ky është realiteti. Po e mashtrimet, manipulimet, nuk kemi ne një mjet. Mos mendoni se me një apo dy mjete arrim të shkojmë perde në ram të censurës. Dhe njerë u them, nuk ka mafje më kriminale, më të rrezikshme se mafja e fjalës lirë. Se e parë është fjala e lirë. Ajo është më e keqe se mafja e drogës. Ajo është më e keqe se mafja e trafiqeve. Ajo është më e keqe se të gjitha mafjet tjera. Dhe aty e kemi një armë. Aty e kemi. I kemi dy fjalë. Nuk do të përtoj. Do të nxjerrim veten tonë.